përse ligji për barazinë gjinore nuk duhet të bëhet kurrë ligji shqiptarëve dhe ligj në Shqipëri. Së pari, sepse bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, sepse nuk është për afrim, por largim nga Bashkimi Evropian. Kurrë nuk ka qenë një kërkesë e Bashkimit Evropian miratimi i këtij ligji nga Parlamenti i Shqipërisë, sepse 21 shtete të Bashkimit Evropian e kanë refuzuar këtë model, sepse edhe gjykatat më të larta perëndimore kanë refuzuar këtë ideologji, sepse ligji rrezikon raportin e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse cënon familjen, themelin e shoqërisë, sepse cënon të drejtën natyrore të prindërve, sepse imponon kuota të detyruara gjinore jo mbi gjini por mbi ideologji, sepse zëvendëson meritën me ideologjin, sepse i kthen institucionet publike në zyra propagande ideologjike, sepse bie ndesh me kodin e familjes, kodin civil dhe kodet e tjera në Republikën e Shqipërisë, sepse cënon lirinë e shprehjes dhe të medias, sepse vendos censurë mbi fen, mbi lirinë e ndërgjegjes, mbi lirinë e fjalës, sepse përmbys parimin e drejtësisë, duke vendosur barrën e provës tek i akuzuari, sepse shkatërron arsimin dhe edukimin shkencor, sepse kthen universitetet në qendra propagande, sepse shkatërron drejtësinë në sporte, sepse rrezikon shëndetin dhe sistemin shëndetësor në Shqipëri, sepse përmbys rendin moral dhe kulturor shqiptar, sepse krijon kaos social, ligjor dhe institucional, sepse vendos një standard të rrezikshëm për censurën shtetërore, sepse krijon ndarje artificiale të imponuar në shoqëri, sepse cënon sovranitetin ligjor dhe identitetin kushtetues të shtetit, sepse ligji është miratuar pa konsultim të vërtet publik, sepse është në kundërshtim me interesin qytetar, publik dhe stabilitetin moral të vendit, sepse kërcënon harmoninë dhe bashkëtesën ndërfetare dhe qytetare, sepse e vendos Shqipërinë nga demokracia drejt totalitarizmit ideologjik, sepse është ligj kundër vetë njeriut dhe pika e 30 e kërkesës tonë për mos dekretimin nga ana e Presidentit të Republikës Zoti Bajram Begaj të këtij ligji është kjo, sepse shkel parimin e proporcionalitetit dhe racionalitetit të ligjit.